Faleminderit Sa goc. bukur këtu. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Eja ulu këtu. Rizarta. Përshëndetje. Po çfarë ndodhi me Aldon? Unë dhe Aldo në fakt e lam gjën aty mbrënda dhe tham që do ta vazhdojmë jashtë. Menduam që ishte më mirë. Po. Okej. Njohja do vazhdoj jashtë. Kështu e lam ne. Po. Tani shohim, presim. Do e presësh apo? Po kaq pak sa ka mbetur kthea. Atë pëlqen? Çfarë të pëlqen nga Aldo? Inteligjenca. Inteligjenca? Po. Kjo është gjëja që vlerëson më shumë taj. Patjetër që është djalë shumë i sjellshëm, i kulturuar, i zgjuar, ka një mendim analitik të E thellë. morë të veshë çuna aty. Inteligjenca. Inteligjenca artificiale. Pastaj vin makina, ku di unë çanta, çfarë janë Vin këto? të djom, po Rizarda 10 fish më e bukur dhe më e mirë live, unë se marrë vesh ato Aldon fare, po fare, se kam kuptu kur edhe do vazhdo mos e kuptoj asnjëherë. Po Aldo kishte këtë. Do të thënë, se unë nuk e kuptoj se çfarë mund të bënte me Rizartën brenda shtëpisë, po kur i kam dëgjuar të bisedonin në atë që mund të quhej momenti kur gjëja u la për jashtë, Aldo kishte këtë frikën se çfarë mund të shohë vajza e tij. E para e punës njerë, ky nuk është një program që e shohin vajzat dhe djemtë e vegjël, edhe këtë e theksoj aq herë sa mundem ta theksoj, edhe pse ndonjëherë kemi vetëm një televizor në shtëpi dhe e shkelim në rëndësi. Po e dyta, nuk e di Rizarta, çfarë kishte ndërmend Aldo që të bënte me ty aty që do i ngelte fiksim të bijës që o bobo, my eyes! Nuk e di. Se maksimumi do të puthte. Do të puthte në buzë. Maksimumi do të përqafonte. Po maksimumi dhe do flinit me njëri tjetrin. Po gjumë do bënit, se ç'do bënit. Gjithsesi, unë respektoj shumë hapësirën e Aldos dhe patjetër nga mirë kuptimi, nga respekti ndodhi ajo. Ti e kishe ndonjëherë këtë gjën që po prit se dikush i cili ka qenë i martuar, që ka një fëmijë, ndërkohë që unë jam shumë e vogël. Po, diferenca. Paka shumë, po. Po gjithsesi, thjesht e kisha lënë momentin të ndodhte, gjën të rjedh vetë, dhe unë jam njëri që nuk i ndryth kur ndjenjat, dhe nuk them kur jo. Ti e ke mohuar gjithmonë, le themi, pasje në një strategjie që Egli e ngulmon sot e kësaj dite, do shohë sa gjëra që thot kur ka qenë jashtë prezencës tënde, e sot edhe dje ka thënë që në bisedë me Danjën që jo se bënte ndonjë gjë, po thjesht prania, thjesht ai gatuante kjo i rrinte afër. Ti e mohon kategorikisht që ke pasur një plan që të paktën të isha aty ku ishte gjesti. Jo të bëje ndonjë gjë. E mohoj. E mohon kategorikisht. Në fakt, unë kam thënë... Se dhe kjo mund të ketë ndikuar, Tani, unë kam qenë... Për ata që janë fansa të çiftit e Egli Gjesti. E vërtet. Edhe diçka që është folur në shtëpi. Nuk ka qenë kur qëllimi im që Nuk ka të jam qenë i disiplit. Në qoftë se do ishte, do e kisha vazhduar atë gjën edhe pas shpjegimit të situatës sonë që ishte në Prime. Do kisha vazhduar edhe se vitet e krevatit ishte shumë të gjata. Unë shkoja te krevati në prisja që ato të izinte gjume dhe unë shkoja e fundit atje. Mundohesha që t'isha sa më në cep të gjës. Nuk i ngacmoja gjatë ditës, e kuptova që kjo afirmiteti, që unë e kam thënë që ka qenë njerëzor dhe shoqëror me Gjestin, e ndalova, se e kuptova që ishte keq kuptuar, dhe mbase është interpretuar nga fjalia ime që nëse mua më jepet një lojë, unë do luaj. Do luaj. Mendoj që ky ka qenë i gjithë interpretimi i gjës. Po një vajzë dursake më pak aty në shtëpinë e Big Brother. Ka bim dhe Gjesti Ledion, se çka këta çuna këtë vit nuk e marr vesh, them drejtë. Megjithatë, Rizarda, unë mendoj që ti, pavarësisht moshës së re, tregove shumë identitet në shtëpinë e Big Brother dhe një shembull shumë të mirë. Mendoj që do ta kishe bërë këtë rrugtimin që bëre njësoj edhe nëse nuk do isha afruar me Aldon. Madje guxoj dhe ta them që më shumë ke ndihmuar Aldon se ndihmove veten tënde në rrugtimin e Big Brotherit. E ka menduar dhe unë këtë, po nuk të ndërë. Vazhdimi
e njohja me Aldo nuk ishte pjesë e strategjisë apo e lojës, pikërisht nuk ishte lojën e lam aty sa ishte dhe tham që nëse ndodh diçka jashtë, okay. Po nuk ishte pjesë e rrugtimit tim i planifikuar ajo gjëja që ndodhi me Aldon. Jo. Së pari mendoj që midis te dhe Aldos nuk kam parë asnjë kimi me njëri tjetrin. Së dyti mendoj që disa nga situatat brenda shtëpisë ke treguar edukat, qytetari, por thjesht mendoj që kjo lojë është shumë e fortë dhe ti nuk e përballon dot këtë lojë. Domethënë, kjo lojë kërkon dinamika, kërkon strategji dhe kam përshtypjen se ishte tepër e vështirë, madje e pamundur për ty që të hyje, të bëhesh e pjesë e lojës. Ndërsa për sa i përket situatës kur ti u zgjodhe për gestin dhe pati një seri akuzash nga Egli, ndoshta ti nuk e ke pasur për qëllim, po ka ta situata që janë parë edhe nga jashtë që ti ke pasta tentativa për të netit qik afër gestit, për hir të vërtetës. Unë nuk i di qëllimet e tua, po që kjo është parë. E pranoj se ka qenë vërtet afërmitet njerëzor, shoqëror, jam munduar të bëj shaka, e kam parë si personin e vetëm në shtëpi që mund t'i bënte ato shakat dhe prandaj kemi pasur ato vrapimet, ato gjërat që kanë ndodhur. E kuptoj si mund të jetë interpretuar nga jashtë dhe e kuptoj edhe veten pse nuk kam ndërhyrë shpesh nëpër debate. Për shembull, po t'ishte beqar gjesti, mund kishte në gjë me ty? Ja. Kishte, ja. Po Bigun kush e fiton? Nuk di të them vërtet. Nuk di të them, ka shumë... Një ma thuj. Një emër? Një do e fitoj. Nuk e di. Po një, moj. Nuk e di vërtet. Kë do doje ti? Do doja Aldon, pse jo? Ka do gjëtë, shumë mirë. Po gestin, pse jo gestin, jo për ta fituar, po pse jo... Pse nuk, nga që më thej kë do doje? Jo. Për atë të... Se nuk mund të kishte diçka me gjestin, qa ka? Po me tha që tërhiqem nga inteligenca teknikjale dhe si sapje seksuale që jam nuk mendoj që gjesti nuk është se i duket inteligent. Perfekt për mua. Është shumë i mirë, shumë i thjellshëm. Po. Ka gjitha të mirat, ka një zemër shumë të mirë, po nuk mendoj që do përputhesha ndonjëherë me gjestin. E qartë, okej. Atëherë po të ftoj të rish aty te Kola. Faleminderit shumë Rizarta. Rizarta dhe një gjë, ullu, mund të ulesh. Unë, duke qenë se jam në një përpjekje që më duket shumë e vështirë për të rritur Instagramin tim, mbase duhet më mësosh se si është kjo Get Ready With Me. With Me, pa tjetër, me gjithë qef. Se për shumë, postova një foto në Instagram, një që selfie, edhe më shkruan dikush, të lutem na trego skincare-in tënd. Dhe unë i thash, ç'është kjo skincare? Dhe ai i tha, këtë pra qarë vë e kështu. Dhe i thash, po, shkon në banjo, lan duart me sapun, i hedhi ujë fytyrës, vëshgë, mbaroj skincare, kaq. Po kjo nuk merr likes, pra, duhet të ketë disa, duhet të ketë disa. Një 10 hapa të mirë të shpjegosh me durim, me qetësi. Do ta bëj bashkë me Arbrin, këtë se mërziten vetëm, se vetëm unë të... A me tregot vërtetën për kremrat ashtë i për... Qa thua, më zotri, botoksim. Pas pak të publikat.